Po halo argument ma i prekshëm, ma i kapshëm, ma i logjikshëm. Ata më duket falen, nuk ka namaz, ata fiskultur bëjnë, nuk është ajo namaz, 3 herë në ditë. Ku e keni marrë është në sure Taha, në fillim ditës, në mes ditës dhe fund ditës. Po, se thënë nuk ka 5 vakt namaz. Po, edhe ta citon ajetin. Thot, filon sure, filon ajeti. Edhe për gjona tjera, ta citon ajetin, thot, filon ajetin në filon sure. Mirë, qysh pedin ti, qysh më të besu që është në qatë sure ajet? Qysh erdhëm të radhitja e ajeteve? Qysh erdhëm të radhitja fjalëve në ajet? Se Kurani ka 3 radhitje. Radhitja e parë është radhitja e sureve, radhitja e dytë është radhitja e ajeteve mbrana në sure, edhe e tretë radhitja e fjalëve në një ajet. Se pedim ka ajete më të gjata, tash ka fjalë aty, qysh në radhitja ta fjalë. Ajete qysh u radhitën. Qysh e more verse Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ajeti i parë, Errahmanir Rahim, ajeti i dytë. Qysh pedin? Ose po dutin Taha e kom argument, qysh pedin këto? Po me hadithe janë orë. Njëtë si hadithe dhe Kurani ka. Që kjo është hadith, për mes hadithit se pejgamberi sallallahu kanë qenë disa sahabe, katib, të cilët kanë ditë shkrim lexim. Ka disa transmetime dikon rreth 40 vjet janë kom për të sahabeve, dhe ai i cili ka qellu më afër, kur i ka zbrit shpallja, i ka thonë shkruaje, i ka diktu. Në lëvore të hurmave, në gjethet të mëdhaja, ose në eshtrat të deveve ma të mëdhaja, kërësuar dikun e ka shkrujt, edhe ka të regu i ka thonë, kë ajet është në filon sure, para këti ajeti, pas këti ajeti. Këto janë hadithe, ta shë e ka majtë e ka shënuaj. Po, për mes hadithi, po të s'pe pranoj hadithin, atër ti mos e pranoj dhe Kur'anin, se radhiti ajeteve është bo për mes haditheve. Ti po tu s'pe pranoj hadithet, kontradit me vetë vetën. Për ato pra nuk ekziston as Kurani. Radhita nuk është e përzit. Sepse radhita është bo përmes haditheve. Po, dhe. Nëse nuk ju beson haditheve atër edhe Kurani thush. Nuk ka një pjesë Kuranit me tregu në këtë sure, kjo ajet është i parë, kjo ajet i dytë, kjo ajet përmes Kuranit. Këtu janë krejt përmes haditheve. Mirë po si thash janë kurtha të shejtanit, të cilët njerëzit i pranojnë, i besojnë